Në fermën VIP, çdo ditë që kalon rrit intensitetin e lojës, ndërsa konkurrentët përballen me sfida të reja dhe dinamika gjithnjë më të forta. Pas zhvillimeve intensive të kësaj javës, shpesh me tensione mes fermerëve, gara po hyn në një fazë më delikate. Në qendër të spektaklit të sotëm pritet të jetë nominimi 14 fermerëve, ku më pak të preferuarit e publikut do të duhet të përballen në një sfidë. Sipas formulës së këtij formati, humbësit e sfidës do të duhet të kalojnë në një tjetër televotim për eliminim. Një moment ky që gjithmonë ndryshon balancat brenda lojës dhe sigurisht vendimi i takon vetëm publikut. Por veç sfidave, mbrëmja e sotme ka edhe surpriza të papritura. Hyrjet e reja në fermë do të sjellin një dimension të ri loje, edhe pse një pjesë e fermerëve kanë tashmë mbi një muaj të izoluar. Paralelisht, zgjedhja e Sarës si krye fermere, e ndarja e punëve prej saj ka sjell jo pak tensione dhe pak kënaqësi gjatë këtyre ditëve. Megjithatë, pavarësisht debateve, ka patur edhe histori dashurie që po zhvillohen brenda fermës. Vanesa dhe Indri tashmë duket se kanë zyrtarizuar marrëdhënien e tyre, e nga ana tjetër, Fabiola dhe Adioni, pas mesazhit të marrë nga vëllai i fermeres, janë ndjesim më të tërhequr nga njëri tjetri. Spektakli i sotëm që transmetohet live në orën 21 në Vision Plus dhe në 2 kanale të dedikuara premton surpriza, formula të reja dhe sfida emocionuese që do të ndryshojnë edhe një herë balancat në fermë.